Elvisi. Elvis Regja Digital. Elsi, një kundërshtar në letër i lehtë, zakonisht na kanë hapur probleme të tillë kundërshtar. Si është skuadra, pra si është përgatitur për nesër dhe a do të jemi agresiv, do të jemi më shumë kërkues përpara portës, cilat kanë qenë udhëzimet e dhëna dhe nga stafi. Përshëndetje. Tani ka shumë kohë që nuk ka më skuadra të lehta, sepse me të vërtet gjitha skuadrat kanë filluar të luajnë mirë futboll, edhe pse nuk kanë emra, prapë janë fuqizuar, kështu që duhet të kemi kujdes. Kemi pas shumë pak ditë, veç një ditë kena pas për të punu, kena punu më shumë me video, po besoj që me ndimin e trajnerit ton do arrim të sistemojmë ato 2-3 gjëra që ndoshta nuk na kanë funksionuar në neshin e kaluar dhe shpresoj që këtë neshe të shënojmë para portës. Endrica U, televizionit janë. Elsi, ti je veteran dhe je ndeshur disa herë me Luksemburgun. Në ndeshjen e fundit me Italinë, Luksemburgu ishte një kockë fort, pavarësisht se kishte përpara lojtarë të rinj, por gjithsesi është Italia dhe nga një trajner që e njihte. Si do të jetë mundur, domethënë, që të kalohet ky kundërshtar, të arrijmë të realizojmë dhe të mbrojmë se edhe rrezikuan në takim. Po, është e vërtet, po siç thash përpara, në fushë janë gjithë njësoj, janë 11 kundër 11, kështu që nuk është të thonë që nëse ti Italia do fitosh lehtë me Luksemburgun ose Shqipëria kundër Luksemburgut, sepse me të vërtet ato kanë lojtarë që kanë kualitet, janë përqendruar, kështu që ne duhet të kenë 120% përqendruar më shumë se ata për të arritur të fitojnë ndeshin. Përshëndetje, Sabina Meter, Rretëshe Sports. Elsi ndoze pak herët për këtë pyetje, megjithatë si është atmosfera brenda grupit me ardhjen e trajnerit të ri? Keni bërë stërvitje, vjen pas humbjes me Izraelin, ju jeni më në brendësi të skuadrës, çfarë atmosfere ka brenda ekipit Kuqezi dhe a keni një thirrje për tifozët, nëse miqësorët duhet jenë të pranishëm për të mbështetur kombëtaren Kuqezi? Faleminderit. Atëherë, ambienti është shumë mirë, sepse trajneri ka pak kohë që ka ardhur, kështu që ambienti me të vërtetë është pozitiv, trajneri është një trajner pozitiv që t'jep një energji të mirë, një trajner që do të që na mësoj një lojë më të re, më agresive, një lojë që ndoshta është më bukur në sensin që një lojtar që nëse jeni fushë është më bukur ta lush të lojë agresive që mund të ke mundësi me shënuar më shumë gola. Ambienti është shumë mirë, çunat janë gjithë gati, ndeshja kaluar me shkoi keq, po të them drejtën personalisht unë mendoj që kemi bërë një ndeshje të mirë, thjesht kur kishim ato okazionet e golave, nuk arritëm të shënojmë dhe futbolli kështu është, nëse ti nuk shënon, e preson një herë dhe mbaron ndeshja 1-0 dhe duhet sigurisht të analizojmë dhe gabimet që kena bë, po ta dimë që edhe kena bërë gjëra pozitive. Tifozët unë uroj gjithmonë që stadiumi të jetë plot, sepse në vërtet në kombëtare ne vim pak herë dhe atëherë që vim gjithmonë duhet që ta shoh me tifoza, ti shoh ato ngjyrat Kuqezi. Shpresoj që këtë ndeshje të vinë shumë tifoza, sepse neve na ndihmon shumë si neve personalisht dhe kombit ton tregojmë që tifozat shqiptar janë gjithmonë gatshëm për kombëtarin. Elsi Krizi se Atlari Klan News. Dua të pyes, nga ajo që pat me Izraelin, ato ndryshime taktike si në rreshtim apo ndryshime të tjera, mendon se mund t'i përvetsojmë sa më shpejt apo do të na duhet një kohë gjatë për të shkuar te rreshtimi i ri apo te automatizmat e reja? Jo, nuk duhet kohë gjatë, sepse ne jemi profesionista, jemi lojtar me eksperiencë, ka lojtarë dhe të rinj, po jemi profesionista pika parë, duhet ta dimë që duhet të ambientohemi me trajnerë të ri. Kombëtarja kështu është, kombëtarja nuk ka se ke shumë kohë që ti tulesh në fushë të përgatites një ndeshje, kesh një vit siç ke me skuadrat. Kështu që jeni aq zgjudh dhe profesionist që duhet ta kuptojmë zgjidhjet që don trajneri, ta kuptojmë atë që kërkon trajneri. Trajneri është duke na kuptuar dhe neve, sepse duhet të dish se trajneri duhet të njoh karakteristikat e lojtarëve që ka përpara ose mbrapa. Po kam shumë besim që do arrijmë sa më shpejt tek loja që don trajneri dhe tregojmë që dhe ne mund t'ja dalim të bëjmë pak më sulmuese. Përshëndetje, Oçerdi Panorama Sport. Të shqetëson fakti që nuk kishte asnjë gjuajtje brenda kuadrat portës dhe kjo vjen nga nxitimi, nga presioni i sulmuesve apo nga mënyra se si luajtet ndeshjen me Izraelin? Nga mënyra si luajtme, ne kishim shumë raste për shënu. Pastaj gabimet para portës janë pjesë e lojës. Një sulmues mund bëjnë gol pe 50 metrash, si mund të edhe takojnë një gol nga 1 metër nga afër portës. Po ne si thash duhet jena pozitiv sepse mendimin e këtij trajnerit besoj që do kemi shumë raste për shënu. Thjesht duhet besoj që sulmuesat tonë
të lirohen pak nga presioni që kanë, sepse e dim se Shqipnia nuk ka se shënon shumë gola. Unë shpresoj që lojtarët e ri si Broja, Mehmeti, që ishin ndeshjen e kaluame dhe tjerë që do luajnë Daku ose kush do luajnë, ta dinë që mbështetjen tonë kanë në afër, nëse gabojnë do e riprovojnë dhe shpresoj që t'ja dalin herë të vonë. Mantho Prokopi, Syri Televizion, si lojtari me më shumë eksperiencë në kombëtare, si ju duket deri tani puna me trajnerin e ri dhe a shihni të mundur arritjen e objektiveve që janë fitimi i Ligës së Kombeve dhe kualifikimin evropian me trajnerin e ri dhe loja që ai kërkon për ju, pra kërkon një presion lart, por me Izraelin u vure që patëm hapësira nga pas. Sa mund ta realizojë skuadra planin e trajnerit? Po tash ko nuk ka se kena edhe shumë kohë, po as pak kohë, po duhet thjesht ta ekuilibrojmë këtë pjesën e arës trajnerit ri me ikjen e trajnerit vjetër, sepse normal kena kaluar nga një modull që kena pas bërë me tjetër një modull 3, që duhet ta kuptojmë sa më shpejt, është një modull që mund të sulmojmë më shumë, kemi më kënaqësi ndoshta të lush lojën, sepse ke për të pas më shumë raste për shënu. Unë besoj tek kjo zgjedhje e trajnerit, besoj tek forca e ekipit. Unë shpresoj dhe ndroj që të kualifikohen edhe një herë tjetër tek Europiani tjetër, si dhe të fitojmë National League, po deri në atë kohë kemi kohë që ta përgatisim vetëm. Kemi edhe ndeshjen nesër kundër Luksemburgut, që besoj që koha do flasë vetë. Elsi, edhe një pyetje tjetër. Si është për ekipin, sa e ndjeni dhe ndryshimin e trajnerit, jo vetëm në mënyrën e lojës, pra mënyrën e stilit lojës, por dhe faktin që kalojmë nga një trajner që diktonte pothuajse çdo pasim ishte prezent me fjalët e tij në fushë, tek një trajner që është më i qetë dhe ndërhyn shumë rradh në komunikim me lojtarët. Kjo është një gjë, besoj, më shumë personale çdo lojtarit, sepse nëse mu për shembull nuk është se ndryshon shumë, ndoshta ta kem një trajner që më flet çdo minutë, sepse ti në lojë je koncentruar. Normal pastaj është ndam, pjesa e parë mbaron, dik mbyllosh veshët, aty besoj që është momenti që ti duhet flitesh me lojtarët dhe të sistemosh gabimet. Pastaj është dhe ndjenja si ta ken trajnerin, nëse trajneri do flasi, nëse s'do flasi, ne jena lojtarët, jena në fushë, ne e kena topin në kamp, kështu që duhet jemi ne ato që duhet të analizojmë neshin nga brenda. Tjetër rekord 100 ndeshje, nëse luani do jeni zotëria 100 i kombëtarëve. Unë shpresoj që të luaj këtë e din trajneri, është një krenari dhe një ëndër për mua që unë do rri ndeshjen e 100 nesër, sepse që i vogël ka pas thjesht ëndër të luaj me kombëtarin, jo më që të arrijë të luaj 100 ndeshje me këtë fanel, kështu që për mua do jetë një nder dhe një krenari e madhe. Mirë, kjo ishte edhe pyetja e fundit për Elsin. Lo assicuro io che giocherà e sarà anche capitano domani, perché questo è quello che si merita. Ju asiguroj unë që në fakt do të luaj dhe do të jetë kapiten. Mirë, faleminderit Elsi, mund të bashkohesh me skuadrën. Ne do të vazhdojmë me pyetje për trajnerin Maran Vis. Po, atëherë mister, sa ju ka vletur ndeshja e parë dhe sa ju ka vletur vetëm një seancë stërvitore për të ndryshuar diçka në skuadër dhe për t'ia përshtatur atë ideve që ju keni në mendje për ekipin tonë? Quanto è stato valida, diciamo, la prima partita, anche solo un allenamento che avete fatto dopo la prima partita con Israele, per, diciamo, applicare queste le sue idee, anche per correggiare qualcosa? Allora, sono state fatte delle cose buone e delle cose meno buone. Me l'aspettavo, come ho detto, sapevo che cambiare porta sempre qualche insidia. Se voi pensate che 20 giorni fa sono diventato il CT della nazionale e io sapevo che queste partite mi servivano tantissimo per poter avere chiaro un po', anche nonostante la conoscenza dei giocatori, poi averli, sentirli, allenarli è tutta un'altra cosa. Poi anche per conoscerli meglio anche attraverso il video, per cui questo è sicuramente un percorso che ci aspettavamo. Ho avuto delle buone risposte. Voi parlate, secondo me, io la penso in maniera diversa, parlate di non abbiamo tirato in porta, invece io credo che fino al gol loro avessero tirato una volta in porta e noi avessimo tirato in maniera pericolosa almeno 4-5 volte, considerato Mehmeti, Ramadani, Osha 2 volte, insomma siamo arrivati al tiro. Una squadra deve preoccupare quando non arriva al tiro, poi un po' per imprecisione, un po' per non siamo riusciti a trovare la porta, però siamo arrivati là con in più di un'occasione e questo secondo me
l'aspetto positivo. Qualcuno ha detto, mi sembra che lui dicesse che in effetti questo dar pressione ci ha tolto un po' di copertura e lì abbiamo sbagliato. Lì noi dobbiamo avere quell'equilibrio giusto e questi giorni abbiamo parlato soprattutto di questo, cioè noi non possiamo spostare la coperta e restare senza dall'altra parte. Noi dobbiamo trovare l'equilibrio giusto da squadra e spostarci da squadra. Credo che tutto sia in questo. Questa partita a noi è servita molto, a me è servita molto perché appunto sono andato a focalizzare quelli che erano gli elementi più importanti, appunto gli elementi tattici importanti da poter poi cercare di migliorare. Mendoj që janë bërë disa gjëra mirë, disa gjëra dhe jo dha aq mirë në ndeshjen e parë, por në fakt kjo është diçka që unë e prisja. Sigurisht që kur bën ndryshime janë gjëra që edhe mund të vinë me kalimin e kohës. Në fakt janë rreth 20 ditë që unë jam bërë trajneri kombëtares shqiptare dhe është diçka që unë e dija paraprakisht, e kisha shumë të qartë që njohja e lojtarëve pavarësisht punës edhe njohjes që unë kisha aktualisht me kombëtaren përpara se të niste grumbullimi, por sigurisht është ndryshe në momentin që ti fillon i stërvit lojtarët, ke komunikim me ta, i dëgjon se çfarë ata duan dhe se çfarë ata mund të bëjnë dhe sigurisht që kjo e ndryshon çdo gjë dhe kjo ka nisur duke nisur nga grumbullimi. I gjithi ky është në fakt një rrugtim me punën me kombëtaren. Po I referohem edhe një prej diskutimeve për sa I përket mungesës së goditjeve në port gjatë ndeshjes. Unë besoj që në fakt një aspekt pozitiv ka qenë që ne kemi pasur 3 apo 4 goditjet me rrezikshmëri të lartë përpara portës, një prej tyre me Hoxhën, me Ramadanin, me Mehmetin, kështu që ndoshta na ka munguar precizioni dhe aftësia për të shënuar, për të shndërruar në gola. Është e vërtet dhe ai elementi tjetër që ndoshta në momente të caktuara, në momentin që ne ishim më ofensiv, mund të kemi gabuar mbase me mbulimin në fazën mbrojtëse, ndoshta edhe nga presioni, por sigurisht që ne duhet të ekuilibrohemi si skuadër edhe në momentin që spostohemi nga mbrojtja në sulm dhe ana sjelltas, të spostohemi të gjithë si skuadër. Besoj që duhet të fokusohemi më tepër tek dhe jemi fokusuar në fakt në elementet taktik të rëndësishëm për të përmirësuar sigurisht ndeshja radhës. Mister Endrit Saugu, televizioni Klan, thatë që keni veçuar gabimet, keni parë ato që nuk kanë shkuar mirë. Çfarë do bëni përballë Luksemburgut? Çfarë Shqipëria do jetë? Është një ekip krejtësisht ndryshe ndallim nga Izraeli dhe cila është gjendja e futbollistëve të kombëtarës? Ka ndonjë të dëmtuar, ndonjë ndryshim? Hai detto che si hanno fatto diciamo degli errori nella prima partita, cosa cambierà? Che tipo di Albania vedremo domani perché è un avversario differente da Israele, Lussemburgo. E come diciamo la situazione dei giocatori, c'è qualche infortunio? Allora, sicuramente dovremo migliorare le cose che non sono andate bene, per cui quando cercheremo di dare pressione alta dovremo essere bravi ad essere corti, lavorare bene sugli spazi che lasciamo alle spalle, per cui dovremmo essere bravi a tenere il campo in maniera più idonea, più equilibrata. C'è una partecipazione da parte della squadra che è un valore enorme, è un grande valore e proprio questo mi fa pensare che queste cose saranno anche veloci da migliorare. Ovvio che siamo insieme da 3-4 giorni e ci sia da capirci bene, però per come lavorano questi ragazzi, per l'attenzione che mettono, perché mettono grande attenzione, io sono molto fiducioso. È ovvio che poi dobbiamo portare tutto questo in campo, ci sono degli avversari, gli avversari che cercheranno di fare la partita, non ci sono più avversari facili, questo lo sapete benissimo anche voi, per cui andremo in campo con grande impegno, con grande determinazione e per migliorare la prestazione, perché poi noi sappiamo che lavoriamo per arrivare sicuramente per questo risultato, ma per arrivare poi a settembre nel modo giusto. E per me queste 2 partite sono fondamentali per arrivare a settembre nel modo giusto. E la situazione, allora rientra Uzuni che ieri ha cominciato a allenarsi, anche oggi si allenerà con la squadra, e invece perdiamo Mehmeti per un attacco febbrile anche lui. Sigurisht që ka disa gjëra të cilat duhet I përmirësojmë në momentin që ne jemi duke ushtruar presion lart, nuk duhet të lëmë hapësira, sidomos në krah, duhet të gjendet pra ekuilibri I skuadrës, por besoj që duke nga ajo çfarë un kam parë nga lojtarët, një përfshirje shumë e madhe dhe që është një vlerë që kjo kombëtare, kjo skuadër e ka, besoj që ky përmirësim do të vinë në mënyrë shumë të shpejtë. Sigurisht është pak e vështirë, ndoshta me kaq pak kohë, por sidoqoftë në 3-4 ditë besoj se jemi kuptuar mirë dhe kemi arritur të gjejmë gjuhën.
Ajo çfarë unë kam vënë re një vëmendje shumë të madhe nga ana e lojtarëve dhe kjo më jep shumë besim në aplikimin e asaj çfarë unë dua të bëj. Sigurisht që nuk ka asnjë kundërshtar të lehtë praktikisht, por ne duhet të futemi në fushë, duhet të zbresim në fushë me impenjim shumë të madh dhe me vëmendje shumë të madhe. Sigurisht që edhe ky rezultat ka rëndësi për të marrë rezultat pozitiv, por sidomos do të na shërbej shumë, do të jetë shumë të dyja ndeshjet do jenë shumë kyçe për ndeshjet e shtatorit. Ndërkohë për sa i përket gjendjes së lojtarëve, Myrto Uzuni është rikthyer dhe ka bërë një stërvitje pas ditën e djeshme dhe është në gjendje për të luajtur, ndërkohë që Anis Mehmeti nuk do të jetë gati për ndeshjen duke qenë se ka pasur një gjendje gripale. Ministre, përshëndetje, Sabina Meter, RTS Sport. Ndose pak herët dhe pak ditë, kush është futbollisti që ju ka impresionuar dhe ju ka surprizuar më tepër gjatë këtyre ditëve, edhe në ndeshje por edhe në stërvitje, dhe Luis Asa e shikoni më tepër si numër 10 apo si sulmues krau? Faleminderit. Lo so che non c'è tanto tempo che lei lavora con la squadra, ma c'è qualche giocatore che ti ha impressionato in questi giorni? Forse qualcuno che ha giocato o forse anche negli allenamenti i giocatori che non hanno giocato? E la seconda domanda è che si Hassa la vedi più come un trequartista o come un winger, diciamo? Allora, adesso fare dei nomi adesso, proprio, ma non perché non voglio farli, perché se è giusto farli li faccio, però in questo momento qua vorrei premiare il modo in cui sta lavorando la squadra, perché hanno dato una disponibilità che non è sempre scontata che ci sia, soprattutto in questo finale di stagione dove tanti arrivano, possono avere la testa alle vacanze. E invece in questo momento a me piacerebbe premiare la squadra per l'impegno che sta mettendo, per poter fare, per poter progredire, per poterci migliorare, per poter fare delle buone prestazioni, migliori dell'ultima, anche se fino al gol secondo me abbiamo fatto una buona prestazione e costruito. Dopo il gol abbiamo rovinato un po' tutto, ma ecco, in questo momento qua mi piacerebbe premiare questo aspetto, non il singolo. E magari appunto anche faccio un accenno, perché prima l'ho solo sfiorato e mi dispiace, volevo essere più completo. Il discorso di Elsi, che ragazzi così sono quelli che aiutano la nazionale a crescere, perché sono ragazzi che intanto ottiene un risultato incredibile, nonostante sia giovane ancora calcisticamente, e gli faccio i complimenti perché è una cosa bellissima riuscire a tagliare un traguardo di questo genere, e che deve essere solo una tappa per arrivare ancora ad altre conquiste. Però ecco, è un po' lo spirito che anima questa squadra, che partendo anche appunto da chi ha fatto più presenza, da chi ha giocato tanto per questa maglia, che dobbiamo essere bravi a credere, a fare qualcosa di importante. Asa può giocare secondo me più che da ala, forse è un giocatore che gioca più dentro il campo che fuori. Può giocare secondo me più avanzato, che anche un pochettino forse anche da mezzala. C'è da lavorare un po' con lui, perché anche lui è entrato in un momento della partita un po' complicato, ma ripeto, sono solo i primi passi per poter fare grandi cose anche per lui. Nuk do të më pëlqente të përmendja emra aktualisht, sepse dua të vlerësoj gjithë punën e gjithë skuadrës edhe mënyra se si ka punuar skuadra në këtë ditë. I referohem pak edhe Hysaj si lojtari i cili ka një numër rekord ndeshjes me kombëtaren, dhe janë pikërisht lojtarë të tillë të cilët kanë një eksperiencë edhe për atë çfarë kanë dhënë për fanellën që e bëjnë dhe këtë skuadër të rritet në total. Nuk duhet të harrojmë edhe faktin që jemi në një pikë le të themi delikate për të luajtur këtë ndeshje, duke qenë se është fundi i sezonit, por lojtarët janë treguar shumë profesionistë dhe të gatshëm për të qenë për të ndihmuar kombëtaren, dhe duke referuar përsëri Hysajt, jo vetëm në aspektin futbollistik për atë çfarë kanë ndihmuar kombëtaren për të rritur, por edhe gjithë shpirti i skuadrës, sepse të bësh kaq shumë paraqitje me ekipin edhe të jesh i zoti për të qenë në fushë dhe për të ndihmuar skuadrën është diçka që duhet komplimentuar, jo vetëm ai, por edhe shumë lojtarë të tjerë. Ndërkohë për sa i përket Luis Hasës, unë shikoj më tepër të përfshirë të jetë brenda më tepër
brenda fushës le të themi në pozicione ku mund të jetë më i lirë për të qarkulluar se sa më tepër si lojtar krahu. Ndoshta një gjysmë mes fushor do të ishte pozicioni i tij më i mirë dhe sigurisht ne do duhet të punojmë akoma më tepër me të sepse ka ardhur në një moment le të themi është hera e tij e parë me grumbullimin me kombëtaren dhe janë hapat e parë që ai po hedh. Krisi Serdari Klan News. Mister, nga ndeshjet që ne jemi mësuar të shohim të Shqipërisë Silvinjos, kishte 3 ndryshime pozicionesh lojtarësh. Broja që nga krahu hyrin në qendër, Laçi që mbas sulmuesit u zhvendosën krahun e djathtë mes fushës dhe Olxha që ka qenë një sulmues i mirëfill krahu u troq pak më mbrapa. Çfarë përgjigje more nga këto lëvizje? Quello che abbiamo visto con il mister Silvinio ci sono 3 cambi che abbiamo visto. Broja ha passato diciamo da un attaccante su destra, è passato come un attaccante centrale, come un punta. Laci come un trequartista adesso alla destra e Hoxha che normalmente abbiamo visto come un winger e un po' più dietro diciamo della squadra. Ma sono degli spazi che loro dovevano coprire e dopo sviluppare quello che avevamo provato. E ovvio che erano, per me, come dicevo prima, sono dei test che servono per capire i giocatori se hanno caratteristiche diverse, visto che magari li ho visti giocare sempre in determinati ruoli. E io devo approfittare di queste partite per poter vedere queste cose, e magari anche a scapito della prestazione, tra virgolette, ma perché voglio capire bene cosa posso fare poi nel momento in cui sarà ancora più decisiva, diciamo, non importante perché è importante sempre, per cui, ma quando ci sarà magari in ballo la National League, ecco. Sigurisht që kemi nevojë për hapësirë për të kuptuar edhe për të parë se si mund të zhvillohet skuadra më tej, siç e kam thënë më herët, ky test do të më shërbej shumë mirë për të kuptuar edhe në varësi të karakteristikave të ndryshme që kanë lojtarët edhe rolin i cili mund të jetë më i përshtatshëm për secilin prej tyre dhe unë do përfitoj shumë nga këto 2 ndeshje që janë luajtur, që një që është luajtur dhe një që do të luajt, pikërisht për të kuptuar se çfarë mund të bëjmë me këtë skuadër sepse është Nations League në vijim dhe ai është një moment shumë i rëndësishëm. Ju thatë që mbas golit e prishëm pak lojën, domethënë çfarë nuk pëlqeu në ato minuta pas golit dhe kush janë pikat negative të ndeshjes me Izraelin? Quali sono stati i punti negativi, diciamo, della partita contro Israele? Che lei ha detto che dopo che abbiamo preso un gol ha cambiato qualcosa, non è che abbiamo fatto tanto bene. Ma le cose soprattutto che non sono andate siete stati bravi a vederle anche voi, nel senso che comunque abbiamo concesso troppo spazio nelle ripartenze loro, perché e noi se vogliamo attaccare con tanti giocatori poi dobbiamo essere bravi con gli altri a compensare bene gli spazi. E è un po' noi possiamo giocare sperando, portando 1 o 2 giocatori in avanti o cercando di portare più giocatori ma lavorando meglio di squadra, e noi ecco, in questo possiamo migliorare sicuramente. Nell'aspetto offensivo probabilmente era la prima volta che questa squadra faceva determinate cose, ha cercato di occupare gli spazi come avevamo provato e in certi frangenti ci è riuscita ed è stata anche efficace, perché poi se andiamo a vedere poi, magari io che sapevo cosa avevamo provato, le soluzioni che sono arrivate e dove siamo andati alla conclusione sono frutto proprio di quello che avevamo provato. E ecco, il dispiacere è un po' che dopo il gol, per la voglia di pareggiare, abbiamo perso un po' le misure, le distanze, e questo ci ha portato quasi più a prendere il secondo gol che invece rischiare di pareggiare, e questo non deve accadere sicuramente. Në fakt I keni parë edhe ju gjëra që nuk kanë shkuar mirë le të themi në ndeshjen e kaluar, ndoshta kemi gabuar në mbulimin e hapësirave në momentin që skuadra e Izraelit riniste lojën nga pika specifike të fushës. Sigurisht në fazën ofensive ishte hera e parë që ne provonim të zinim pak më tepër hapësirë, atë aq sa mund të lejohente edhe kundërshtari. Sigurisht që duhet të përmirësohemi edhe në fazën e kalimit nga të pasurit e lojtarëve në mbrojtje dhe më pas të kemi 2-3 lojtarë të cilët janë më të avancuar për të shkuar drejt sulmit, por besoj që kemi qenë efikas në krijimin e disa rasteve dhe sigurisht që është fruti I asaj çfarë ne kemi provuar në këtë ditë. Ndoshta pas pësimit të golit, dëshira për të barazuar mund të na ketë bërë që ne kemi humbur pak përqendrimin dhe ekuilibrin në skuadër, por kjo është diçka që mund të duhet ta përmirësojmë edhe në vazhdim.
Mantho Prokopi, Syri Televizion, a bindi Alen Sheri në sfidën e tij të parë në drejtimin tuaj dhe mund të jetë ai një titullar i ardhshëm, dhe duke qenë se përballemi me Luksemburgun në miqësore, mund të kemi emra të rinj në fushë ndryshim nga titullarët që pam ndaj Izraelit, përposto ju sa që e konfirmoj. Ti ha convinto Alen Sherry nella prima partita e sarà di nuovo titolare nella prossima partita, e siccome ci sono qualche giocatore che non hanno giocato contro Israele, saranno dei nuovi nomi, diciamo, per questa partita? Ma Sherry ha fatto bene, ha fatto una buona gara, perché anche con due buone parate, con una buona gestione, sì, sicuramente è senz'altro stata una partita positiva per lui. Dirti se parte domani mi dispiace un po', perché a parte adesso che c'è un discorso particolare, mi piace farlo di persona, non perché, però adesso ci può stare che riparta lui, sì, sicuramente, perché abbiamo l'occasione di vederlo ancora. E non ricordo più la resto della domanda. Nuovi giocatori che possono... Sì, qualche cambio ci sarà, qualcosa non voglio stravolgere, perché voglio dare continuità proprio in vista poi delle prossime partite, però inizialmente qualche cambio ho intenzione di farlo, e magari dopo anche durante la partita riuscire a vedere anche altri giocatori. Alen Sherry ka bërë një ndeshje shumë të mirë, ka arritur të menaxhojë shumë mirë edhe të ndaloj disa raste le themi të rrezikshme për skuadrën tonë, dhe ka qenë një paraqitje shumë pozitive për të. Ndërkohë për sa i përket nëse ai mund të jetë titullar ditën e nesërme, rasti i Elsit ishte pak specifik, dhe por unë preferoj ta bëj personalisht lajmërimin për lojtarët nëse do të luajnë apo jo, kështu që ndoshta mund të ketë mundësi për të luajtur, mbetet për të vlerësuar dhe për të vendosur ditën e nesërme. Ndërkohë për sa i përket për emrat e lojtarëve të rinj të cilët mund të luajnë ditën e nesërme, të marrin minuta. Mua nuk dua të zbuloj këto gjëra përpara se të nis ndeshja, sepse kam dëshirë që kësaj skuadre të jap një lloj vazhdimësie. Sigurisht do të ketë disa ndryshime në ndeshjen e nesërme, por gjithmonë në kuadrin e provimit të gjërave në këtë ndeshje për vazhdimësinë që do të kemi edhe për ndeshjet e ardhshme shtator. Mirë, kjo ishte edhe pyetja e fundit. Faleminderit shumë për pranimin dhe mirupafshim. Faleminderit.